datën 28. 28-in e ka propozu për shkak se ishte mendimi lëvizjes vetëvendosje dhe unë e besoj që po ta kishim propozu partitë opozitare 28-shin, me çdo kush do ta kishin bët 21-shin, vetëm që të mos jenë në dakordancë të plotë, sepse ne kemi pa që nuk ka asnjë angazhim të arritjes së marrëveshjeve brenda partive politike, në këtë rast vetëvendosja dhe partitë tjera politike. Gjë që tregon se nuk ka seriozitet, nuk ka interesim të bashkëpunimit dhe shihni si veprim të njëanshëm nga ana e presidentës, jo neutral? Absolutisht, kjo ishte megjithatë koordinim me presidentës edhe ish kryeministrit. Domethënë kjo ishte e dukshme, megjithëse e lidhen edhe me mërgjimtarët që mund vinë në fund të vitit, por unë konsideroj se mërgjimtarët janë gjithve. Gjithë kemi familjar jashtë, gjithë kemi miqë shok jashtë, gjitha partitë kanë antare simpatizant jashtë, prandaj askush nuk duhet ti friksohet ardhe se... Pikërisht, zotëri Sufi, si u përgjigjeni ndoshta këtyre zorave se partitë e bllokut ish opozitar ja kanë frikën mërgatës diasporës, sepse mund të jetë krijuar ajo përshtypja se diaspora voton vetëvendosjen? Jo, se ne e pam që në zgjedhjet lokale, Lidhja Demokratike e Kosovës mori më shumë vota se sa çdo parti tjetër nga mërgata që shihet se kemi të bëjmë me një ndryshim të pozicionit krahasi me vitin 2021, ta marrim shembull, ose në të kaluarën që megjithatë ndoshta distanca ka bët veten që mërgjimtarët mos jenë shumë në njohuri të zhvillimeve që jemi në përdet këtu, edhe është pa si frikë ndoshta nga dikush, po për neve, unë konsideroj që është diçka normale në kuptimin e raportit me diasporën, sepse diaspora është e Kosovës, ata mirë se vinë vendin e vetë, në dheun e vetë, i kanë familjarët këtu, edhe është mirë me i mirë pritë. Gjitha partitë politike, gjitha ata që janë të interesuar, një farë mënyrë të jenë në Kosovë, edhe t'i kalojnë ditë edhe të fund vitit, një farë mënyrë me familjet e tyre, edhe ta kenë pushimin sa më të mirë. E dim që